Aksioni I fundit I Policisë së Kosovës për lirimin e hapësirave publike po vazhdon të mirëpritet nga qytetarët. Megjithatë, në terren po dalin në pa edhe disa sfida konkrete. Banorët e një zone të qytetit, duke folur prapa kamerës së televizionit Syri, shprehen të shqetësuar për mungesën e parkimit për rezidentët. Sipas tyre, hapësirat e dedikuara për parkim po zihen nga personat që nuk banojnë në atë lagje, kryesisht klientët e lokaleve përreth. Kjo situatë, thonë ata, ka krijuar kaos të vazhdueshëm, duke u pamundësuar banorëve të parkojnë pranë banesave të tyre. Për më tepër, në mungesë të zgjidhjes, disa drejtues mjetësh detyrohen të parkojnë në hapësira të gjelbra, duke dëmtuar edhe ambientin. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që përveç aksioneve për lirimin e hapësirave publike, të merren masa konkrete për menaxhimin e parkimit në zona rezidenciale, në mënyrë që të garantohet prioritet për banorët e lagjes.